Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi në orët e para të mëngjesit me mua Tirona Lilin. Sonte dua të ndaj një lajm shumë të bukur, një lajm manifestiv, një lajm pozitiv, një lajm me energji të mirë. Dua të ndaloj të flas për Sholinën. Sholina e Big Brotherit, Selin Bollati, natën e sonte ka festuar ditëlindjen. Do me thënë festa ka nisur që në orën 12, ku Selina ka përzgjedhur në fakt që të jetë pranë familjarëve të saj, pranë vllaut të saj të veçantë dhe shumë të dashur Onos, pranë nuses së vllaut tashmë figurë publike Gretës dhe pranë dashurisë së jetës së saj, pranë Gimbos. Do me thënë, Selina dhe Gimbo vazhdojnë që të jenë shumë të lumtur që nga përfundimi i Big Brother VIP Albania. Por disa video kanë qenë ato që në fakt na morën vëmendjen, janë komentuar goxha, janë përfolur goxha, se çfarë surprize Gimbo kishte përzgjedhur që t'i bënë Sholinës. Në fakt nuk ishte surprizë e tipit që ne jemi mësuar të shohim tek çiftet e dashuruar, por ishte një surprizë me energji të mirë, ishte një surprizë me pozitivitet, një surprizë që në fakt Selinës i dha një dimension tjetër të momentit. Selina, si gjithmonë që është e mrekullueshme në natyrën e saj, ajo e priti me shumë energji të mirë, e priti me shumë dashuri këtë surprizë të bukur që i bëri Gimbo. Me thënë të drejtën e jetoj momentin, do me thënë nuk naq nga surpriza e Gimbos dhe unë nuk e prisja që Selina do t'ishte kaq e thjesht që në ditëlindjen e saj do me thënë të pranonte këtë moment, befasie. Unë e di që Gimbo nuk do ndalon këtu. Gimbo vetëm se ka nisur me surprizat, me patjetër që është përgatitur një festë e bukur për Selinën, me patjetër që është përgatitur një ambient i mirë për Selinën, por gjithsesi do me thënë Selina ka vendosur që ta ndaj këtë momentin me të gjithë ne. Fansat i bën një surprizë të bukur që i dërguan torta, i dërguan një buket me trëndafila dhe një kuror sipër trëndafilave, i dërguan një letër falënderimi për 120 ditët brenda që Selina ka qëndruar në shtëpinë e Big Brother. Do me thënë e kanë mbështetur dhe ja kanë bërë këtë ditëlindje edhe 2 herë më të bukur se sa Selina e priste. Do me thënë e kanë jetuar me shumë dashuri. Ndërsa Gimbo kishte preferuar që t'ia sjellën defatorët e Kosovës, duke i kënduar këngë tradicionale, duke i kënduar këngë të bukura me def Selinës në ditëlindjen e saj. Le të ndjekim video dhe le të shijojmë ditëlindjen e Selinës.
chiamata. Hop, hop, hoppa! Hoppa! Aspetta. Questa chiamata. Hop, hop, hoppa! Hoppa! Aspetta. Ha 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 ha.